Udhëtoi me avionin e qeverisë për koncertin e të dashurës zyrtar i lartë i FBI shkarkohet nga detyra. Një zyrtar i lartë i FBI-s me 27 vite përvojë. Steven Palmer është shkarkuar nga detyra pasi drejtori i FBI-s Kash Patel thuhet se u zemërua nga raportimet mediatike që zbuluan se ai kishte përdorur një avion qeveritar për të udhëtuar dhe për të parë të dashurën e tij këngëtaren Alexis Wilkins, teksa këndonte himnin kombëtar gjatë një ndeshje mundjeje. The Guardian shkruan se Palmer, i cili kishte punuar në FBI që nga viti 1998, ishte kreu i grupit të reagimit ndaj incidenteve kritike, një njësi që merret me kërcënime të mëdha për sigurinë dhe menaxhon flotën ajrore të agjencisë. Ai është drejtuesi i tretë i kësaj njësie që shkarkohet që kur Patel mori drejtimin e FBI-s në shkurt gjatë administratës së dytë të Trumpit. Sipas Bloomberg Law, 3 burime të pa identifikuara u shprehën të habitura nga shkarkimi, duke qenë se oraret e fluturimit të Patelit ishin publike dhe të gjurmueshme në internet. Vet Patel kishte postuar foto me Wilkins një ditë pas performancës së saj. Pas publikimeve mediatike, Patel u zemërua dhe Palmer u përball me një ultimatum të jepte dorëheqjen menjëherë ose të shkarkohej. Vendimi u bë zyrtar të premten. Të dielën Patel publikoi një deklaratë gjatë në platformën X, duke i quajtur të turpshme sulmin ndaj tij dhe jetës së tij private dhe ndaj Alexis Wilkins, të cilën e cilësoi si një patriote të vërtet dhe partnere në jetë. Ai kritikoi dhe aleatët e supozuar për heshtjen e tyre, duke shtuar: "Heshtja juaj flet më shumë se urrejtja e klikimeve." Zëdhënësi i Patel, Ben Williamson, tha se drejtori i FBI-s është i detyruar të paguajë një pjesë të shpenzimeve për udhëtimet e tij private me avion qeveritar dhe se Patel i ka kufizuar ndjeshëm udhëtimet personale krahasuar me paraardhësitë e tij. Ironikisht, Patel kishte kritikuar ashpër Huawei për përdorimin e avionëve qeveritar për qëllime personale, duke e quajtur gangster qeveritar dhe duke akuzuar për shpërdorim të fondeve publike. Shkarkimi i Palmer e bën atë të tretin që largohet nga drejtimi i grupit të reagimit kritik në drejtimin e Patel. Wes Weller u shkarkua në mars dhe Brian Driscoll në gusht. Driscoll tani ka paditur administratën Trump për shkarkim të padrejtë, duke pretenduar se u largua për mungesë besnikërie ndaj presidentit.